Territori i Kosovës për datën 29 prill 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me reshje shiu në disa zona dhe vranësira të shpeshta. Paraditja do të ketë reshje shiu në disa rajone, ndërsa pasditja vijon me alternime mes vranësirave dhe intervaleve pareshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 24 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:26 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:39 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 8 deri në 20 gradë Celsius, Podujev 6 deri në 17 gradë Celsius, Skënderaj 8 deri në 21 gradë Celsius, Pej 10 deri në 19 gradë Celsius, Prishtinë 7 deri në 20 gradë Celsius, Gjakov 10 deri në 24 gradë Celsius, Malishev 9 deri në 22 gradë Celsius, Gjilan 8 deri në 21 gradë Celsius, Ferizaj 8 deri në 21 gradë Celsius, Kaçanik 6 deri në 19 gradë Celsius, Suharek 9 deri në 22 gradë Celsius, Prizren 7 deri në 21 gradë Celsius,